Është një numër i madh reformash që janë duke u ndërmarrë në të gjitha aspektet, por integrimi evropian nuk ka të bëjë vetëm me ligjet. Integrimi evropian nuk ka të bëjë vetëm me përgatitjen e institucioneve për t'i përfituar dhe për t'i zbatuar ato ligje. Një nga shtyllat kryesore të tij është ekonomia. Një nga shtyllat kryesore të tij është përgatitja e biznesit shqiptar për të hyrë në tregun e përbashkët evropian, për të hyrë në një treg i cili ka 450 milion konsumator, i cili ka një konkurrencë të jashtëzakonshme dhe i cili pret nga biznesi shqiptar që të ketë standarde të mirë përcaktuara. Dhe është detyra jonë kryesore dhe më e rëndësishme e të gjithëve ne bashkë, jo vetëm e qeverisë, por edhe e shoqatave, e biznesit, e partnerëve tanë ndërkombëtar, që ne të maksimizojmë sa më shumë përfitimet në hyrjen e tregut të përbashkët evropian dhe të minimizojmë sa më shumë kostot me qëllim që ne të kemi sa më shumë përfitime. Ky program që po lançojmë sot e vendos biznesin në qendrën e procesit integrimit dhe synon ta shoqërojë atë në të gjithë procesin e transformimit. Ai në fakt vjen në një moment kur ekonomia shqiptare ka treguar shenja qëndrueshmërie, kur ekonomia shqiptare po rritet, investimet e huaja direkte po rriten, eksportet ndaj vendeve europiane po rriten dhe po drejtohen gjithmonë më shumë drejt sektorëve me vlerë të shtuar më të lartë, drejt shërbimeve, drejt industrisë, drejt energjisë, drejt produkteve bujqësore, të gjitha aspektet të cilat po rregullohen me direktiva të veçanta nga proceset ligjore që ne jemi duke përafruar. Paralelisht, ne jemi duke ndërmarrë një sër reformash për mbështetjen e biznesit dhe për lehtësimin e klimës së biznesit. Në 4 vitet e fundit kemi financuar dhe kemi mbështetur ngritjen e ekosistemit të startupeve duke i dhënë atij një vlerë prej 16.5 milion eurosh. Kemi zgjeruar aksesin në financa dhe vetëm këtë javë ne do të lançojmë gjithashtu një program i cili i dedikohet mbështetjes së biznesit nëpërmjet një fondi të vënë në dispozicion nga Banka e Shqipërisë prej 250 milion eurosh dhe një garancie sovrane të vënë në dispozicion nga qeveria shqiptare që do t'i lejojë çdo biznesi të marrë financim dhe kredi me kosto të ulët dhe me kolateral të vogël. Kemi avancuar në inovacionin dhe në digitalizimin e ekonomisë shqiptare. Kemi investuar fuqimisht në arsimin profesional me qëllim që çdo i ri dhe e re të ketë kapacitetet e duhura që tregu kërkon sot. Kemi hartuar strategji për zhvillimin industrial, për zhvillimin e eksporteve, për zhvillimin e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla. Dhe programi që prezantojmë sot i përmbledh të gjitha këto nisma në një ombrell të vetëm. Ai krijon mekanizmat që bizneset shqiptare të jenë të informuara, të trajnuara, të mbështetura financiarisht, të përgatitura për të përmbushur standardet europiane. Objektivi ynë është që gjatë këtij viti të arrijmë 48.000 ndërmarrje në të gjithë vitin. Të krijojmë një rrjet kombëtar ekspertësh dhe konsulentësh, të organizojmë trajnime sektoriale, të ndërtojmë një sistem të qëndrueshëm mbështetje dhe transformimi për biznesin shqiptar. Përmes këtij programi ne do ndërtojmë një platformë unike kombëtare digjitale për biznesin, i cila do të përmbajë të gjitha programet e trajnimit, të gjitha materialet e edukimit, të gjitha certifikatat, certifikimet, standardizimet që biznesi shqiptar duhet të bëjë në procesin e ndërkombëtarizimit të biznesit të tij. Programi mbështetet në 4 shtylla kryesore. 2 shtyllat e para janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën, lidhen me vlerësimin e gatishmërisë së biznesit, si dhe me informimin dhe ndërgjegjësimin. Në fakt, për një vit tashmë ka filluar një punë ku çdo negociator kapitulli është duke analizuar detyrimet që biznesi shqiptar ka me qëllim integrimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e cila ka të bëjë me disa detyrime horizontale, ku të gjitha llojet e biznesit duhet i përmbushen, si për shembull detyrimet që kemi në lidhje me direktivat e lidhura me sigurinë në punë, apo detyrimet që kemi me direktivat e lidhura me ambientin dhe mjedisin. Ndërkohë që ka një numër jashtëzakonisht të madh direktivash teknike që lidhen me sektor dhe nën sektor, që janë vertikale, të cilat do duhet që çdo biznes sektorial t'i zbatojë nëse do të jetë konkurrencë
konkurrues në tregun e përbashkët evropian. Ne në fakt punën e kemi filluar në paralel me identifikimin dhe hartimin e një matrice të dedikuar për biznesin, me të gjitha detyrimet, por edhe me vlerësimin e gatishmërisë së biznesit për hyrjen në tregun e përbashkët evropian. Kemi bërë një vërtetim i cili na ka treguar rrugën ku duhet të shkojmë dhe çfarë mekanizmash duhet të ketë ky program. Në ndërkohë që nga muaji tetor ne duam të fillojmë një proces door to door, një proces ku do të trokasim në dyert e gjithë biznesave që kanë për të përmbushur këto standarde, me qëllim informimin, por me qëllim edhe marrjen e informacionit mbi nivelin e përgatitjes së tyre, sepse vetëm duke pasur një pikturë të plotë dhe të saktë të gjendjes që ekonomia shqiptare, që biznesi shqiptar ndodhet sot, ne do të mund që të hartojmë një program i cili do të ketë gjithë elementët për ta mbështetur atë. Dhe këtu kaloj tek shtylla e tretë dhe kolona e tretë e programit, e cila lidhet me nevojat për aftësitë që biznesi shqiptar ka. Jo vetëm aftësi në nivelin e profesioneve dhe të punësuarve, por edhe aftësi në nivelin e menaxhimit që biznesi duhet të ketë me qëllim një rrugtim sa më pak dhimbje dhe sa më shumë suksese drejt integrimit. Shtylla fundit është ajo që lidhet me rritjen e konkurrueshmërisë së biznesit. Pasi ne kemi marrë gjithë informacionin e duhur mbi gjendjen dhe nevojat që ka biznesi shqiptar sot, ne do duhet që të hartojmë programe për mbështetjen e biznesit, për mbështetjen në lidhje me automatizimin e proceseve, për mbështetjen në lidhje me arritjen e standardeve, për mbështetjen e marrjes së certifikimeve apo për mbështetjen e një biznesi që të jetë sa më afër transformimit të digital dhe të gjelbër, kolona kryesore të transformimit të ekonomisë shqiptare. Qëllimi nuk është vetëm që bizneset shqiptare të respektojnë standardet europiane. Qëllimi është që ato të jenë më produktive, më inovative dhe më konkurruese, si në tregun vendas, ashtu edhe në tregut ndërkombëtare. Po ky transformim nuk mund të bëhet nga një institucioni vetëm. Kemi parë eksperiencat e vendeve të ndryshme dhe nisur nga eksperiencat e vendeve si Franca apo si Polonia, ku ka ndërtuar një ekosistem institucione shtetërore të cilat punojnë si një vetëm, ne duam që të ndërtojmë ekipin Team Albania. Team Albania do të përbëhet nga AIDA, nga Innovation for Albania dhe nga Banka Shqiptare e Zhvillimit, të cilët paralelisht do të ndërtojnë instrumenta dhe do të punojnë me qëllim përmbushjen e të gjithë objektivave të këtij programi. Në fund, unë dua të falenderoj gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët që në krye të herës që pa u nisur programin na kanë mbështetur me ekspertizë. Këtu dua të fus Gizin, dua të fus UNDP-n, Bergjën dhe Bashkimin Evropian, të cilët na kanë suportuar me ekspert, me qëllim hartimin e një programi i cili do të shkojë në mikro, në çdo sektor të ekonomisë shqiptare. Unë mendoj që integrimi europian është mundësia më e madhe zhvillimore që Shqipëria ka, apo ka pasur ndonjëherë ekonomia shqiptare. Ndaj dhe ne kemi angazhimin maksimal që të dedikohemi bashkë me ju, me qëllim që ta shndrojmë këtë histori në një histori suksesi, në një histori transformimit ekonomisë shqiptare. Shumë faleminderit që jeni sot këtu dhe dua të thras zotin Arben Shkodra, i cili do të na paraqes një ekspoze të nivelit të gatishmërisë ekonomisë shqiptare.